Nëse një objekt, për shembull një robot, ka disa veti, për shembull ngjyrë, lartësi, metodat janë veprimet që ai robot mund të bëjë, si të ecë, të flasë, të llogarisë. Metoda publike është si butona që çdo kush mund të shtypë për të vënë në punë robotin. Metoda private janë procese të brendshme që di vetëm roboti, për shembull si i rrotullon ingranazhet e tij. If thuajmë public void emri i metodës, ne po i tregojmë Javas 5 gjëra. Public, kush mund të përdorë, të gjithë. Void, e kthen rezultatin. Void do të thotë jo, kjo metodë vetëm kryen një punë, si për shembull të printoj diçka dhe ndalet. Emri i metodës gjithmonë fillon me shkronjën e vogël. Parametrat, ai duhet ndonjë informatë shtesë metodës, nëse janë bosh nuk duhet asgjë, dhe së fundmi trupi, këtu shkruajmë kodin që ekzekutohet. Dallimi kryesor: metoda kryen punë, funksionit kryejnë punë dhe japin një rezultat mbrapsht. Imagjinoni një makinë llogaritse, nëse japim dy numra int A dhe int B, ajo i mbledh, me fjalën return ajo e kthen rezultatin. Shembulli i kodit: shohim se këtu nuk përdorim void, por int, sepse metoda po kthen një numër të plotë.